Do që ndëruar pyetja tjetër, a lejohet të mbahet qen apo kafsh tjerë shtëpiake në shtëpi, në banesë? Me të thonë drejtën, në kohën e fundit, kjo pyetje shpesher do thot parashtrohet, sidomos në xhami dhe parashtrohet do thot në tubime mexhlise në të cilat do thot marrin pjesë. Duke pas parasysh se bota është bën do thot shumë e vogël, sidomos apo me rrjetet sociale dhe me programat satellitore dhe me mediat edhe me lajmet, edhe bota po mundohet apo çdo kon me fut një kulturë. Ajo do thot çka është kultura, do thot çka me jetu me kafshë edhe kujt di çka. Por Islami është një fe e cila na mëson për disa çështje të cilat do thot kanë të bëjnë për interesin do thot e njerëzit. Islami do thot është ai i cili i mbron do thot drejtat e njerëzisë në përgjithësi. E pastaj do thot i mbron drejtat e besimtarëve. E drejtat e njerëzve në përgjithësi është që njerëzit me jetu me njerëz, e jo me jetu me kafsh. Për atë arsye se shpesh herë do thot përvoja e ka vërtetuar dhe e ka tregu se kafsha kur nuk ka se çka me bë, apo kur mbyllet apo kur i hupën, çish më thon ato ndjenjat e mendimit, atëre kthehet dhe e han edhe pronarin e vet, apo thjesht më thon kur qartet ajo. Edhe kemi pas do thot raste të shumta dhe do thot ka lajme të cilat do thot i shohmi kur nëse për shembull pronari vdes edhe kafsha mbetet e mbyllur në shtëpi, sillet edhe nuk ka çka me hang ushqim, atëre han edhe pronarin e vet të vdek. Edhe kur njerëzit shkojnë me morë do thot të vdektin, e shohin se gjysa e trupit do thot mungon edhe kështu me radhë. Këto janë lajmet të cilat do thot i shohmi për mos me ardhur tek kjo. Se mujnë me ndodh do thot kësi gjana që me vdekje, edhe mos lajmin e vdekjes do thot me të ardhje ma vonë. E për mos me të hangër ti kafshët, pse ata nuk din do thot me informu apo me lejvru e tjetë, mas mirë është që kafshët me jetu e jashtë shtëpisë, ndërsa në shtëpi me jetu e njerëzit, që ashtu që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa pejgamberi e ka përmend sidomos për punën e qenve. Në një shtëpi ku hin qend, edhe në një shtëpi do thot ku ka fotografi, do thot nuk hin me laçet. Kjo është do thot një rrezik i madh, sidomos për një shtëpi të një besimtarit. Ai besimtari i cili ka dëshirë që gjumin me pas të rahatshëm te shtëpia e vete, edhe me qenë i lumtur në shtëpinë e vete. Se shtëpia do thot nuk është thjesht vetëm se një kulm, por është pak më tepër se kulmi, do thot është një rahati shpirtërore, të cilën do thot duhet me pas njeriu. Edhe është do thot një qetësi, edhe një pushim. Edhe këtë qetësi dhe këtë pushim do thot ngvaret se ajo shtëpi se me çka është e banuar aty mrena. A ka do thot melek të cilët do thot janë prezencë të njerëzve, apo ja kem qel derën melekëve dhe ja ke qel derën shejtanëve, edhe pastaj ato do thot sjellin mendime të çoroditme, nuk lajnë me bon gjumë të rahatshëm, edhe gjithmonë apo jeton me stres, jeton me brenga, jeton me gajle, jeton me çish më thonë me probleme të shumta, të cilat nuk din më u dhonë në zgjedhje, për atë arsye se ti imponon kush shejtani, se ti ja ke mshelën derën do thot kujna melekëve. Ndërsa dera e melekëve mshelet çatëherë kur ti ju jep, çish më thon, leje qenve me hije në shtëpi, ndërsa ja mshel do thot derën me laçeve. Ashtu që kjo është një rregull që ka vazhdimisht të shpjeguar do thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe vazhdon do thot të shpjegohet. Dhe ajo rregull gjenerale që është përmendur do thot në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se qeni si qen do thot është një kafsh, shka ja shoft mi hajrin, por jo mrena shtëpisë, jashtë shtëpisë. Ose për më kon qen për me rujt shtëpinë, për jashta, prej hajnave. Ose me qenë për shembull qen për shembull i kafshëve, për me i rujt vend, apo me i rujt kopen e dhive apo kështu me radhë, apo me qenë qen i gjuetisë. Do thot sigur çka e mërtohen, do thot emën special zagarshka i thonë. Ashtu që nëse qeni ka një funksion, edhe ka do thot një detyrë, atëherë lejohet me majt. Ama thjesht me majt i qen për me lujt me ta, muslimanët do thot nuk lejohet me leju veten me lujt me qen. Pse se qeni është i papastërt. Sidomos do thot pshtima e tina, jarga e tina është e papastërt, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur në hadith që nëse pshtyma apo jarga e qenit bjen në enën e juaj, për më bëhe pashta e enë prej bakterive tina, do thot duhet më la çka 7 herë. Edhe një herë do thot me u la me 10, e pastaj do thot bëhet e pastër.
Edhe kjo është një, që më thonë, një zbulim shkencor, të cilën do thotë shkenca e ka zbuluar që e kanë pa që me të vërtetë apo këto bakteriet të cilat gjendet do thotë në jargën e qenit nuk pastrohen kur qysh ndryshe përveç se me vaj. Këto gjona i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 14 shekujve. Nëse qeni të prek në teshat, a prish abdesi? Ja, abdesi nuk prishet, apo kupton, por duhet me kuptua, kupton se jarga e qenit do thotë është e papastërt edhe nuk ka drejt do thotë. Po duhet me u pastru po, ajo tesh. Ai vën. Po, ai vën. Shka prek. Po ka prek me jargën, me gojën e tij, po me kimet, me. Jo, do thotë strikt nasht me jargën, do thotë me gojën. Prek me kimet, me gojën e tij, po, çast. Po.